Përshëndetje miq, sot do t'ju tregoj një histori që prek shpirtin, një histori për arogancën, për pendesën dhe për ndryshimin që sjell dashuria e pastër. Është rrëfimi i një milioneri që e fyll një vajzë të ndershme punëtore, por më pas kuptoi se ajo kishte më shumë dinitet se çdo pasuri që ai zotëronte. Lexojeni me zemër, sepse çdo pjesë mbart një mësim të thellë. Në një qytet të madh dhe të zhurmshëm, ku njerëzit rendnin pas pasurisë dhe lavdisë, jetonte Adrian Leka, një milioner i njohur për sukseset e tij në biznes, por edhe për karakterin e tij të ftohtë dhe arrogant. Ai ishte rritur duke besuar se paratë mund të zgjidhnin gjithçka. Dhe nuk kishte mësuar kurrë si të vlerësonte ndjenjat apo mundin e të tjerëve. Një mëngjes të ftohtë dimri, Adrian u ul në një lokal të qetë për të pirë kafen e zakonshme. Aty punonte një vajzë e re, Elira, një kameriere me fytyrë të butë dhe duar të lodhura nga puna. Kishte sy të sinqertë, por të mbushur me trishtim. Punonte me përkushtim, sepse çdo ditë për të ishte një betejë për mbijetesë. Elira jetonte me nënën e saj të sëmurë dhe vëllain e vogël, që ende ishte në shkollë. Punonte nga mëngjesi në darkë, pa pushim, për të paguar qiran dhe ilaçet e nënës. Ishte e lodhur, por nuk e humbte asnjëherë buzëqeshjen. Për të, puna nuk ishte turp, ishte dinitet. Adrian, nga ana tjetër, ishte i mësuar me shërbime luksoze dhe njerëz që i përkuleshin. Një mëngjes, i irrituar nga një telefonat biznesi që i kishte shkuar keq, e derdhi gjithë mllefin mbi Elirën. A ka njeri këtu që di të shërbejë siç duhet? Kjo kafe është e ftohtë dhe vonon gjithmonë. Briti ai me zë të lartë, të gjithë kthyen kokën, ndërsa Elira uli syt dhe u skuq nga turpi. Ajo kërkoi falje me zë të dridhur. Më falni, zoti Adrian, kishte shumë porosi, do ta rregulloj menjëherë. Por ai nuk ndaloi, mos më jep justifikime. Në këtë qytet njerëzit nuk din as të punojnë. E kam gabim që vi këtu çdo ditë. Fjalët e tij i pren shpirtin. Elira ndjeu lotët që i mblidheshin në sy, por nuk donte të tregonte dobësi. Ai e kishte fyer përpara të gjithëve. E megjithatë, ajo nuk reagoi, sepse dinte që nuk kishte luksin të humbiste punën. Kur Adrian u largua, ajo ul për një çast në dhomën e pasme, mbajti fytyrën me duar dhe qau në heshtje. Në mendjen e saj, nuk kuptonte pse dikush me aq pasuri mund të kishte kaq pak zemër. Të nesërmen, Adrian u kthye sërish në të njëjtin lokal. Nuk ishte më i zemëruar, por diçka në brendësi të tij nuk e linte rehat. I kujtoi fytyra e Elirës, sytë e saj të trishtuar, mënyra si kishte heshtur dhe si kishte duruar fyerjen pa asnjë fjalë. Për herë të parë, ndjeu një ndjesi që nuk e njihte, ndjenjën e fajit. Ndërsa po pinte kafen, vështroi Elirën që punonte me përkushtim. Ishte e njëjta vajzë, me të njëjtin përkushtim, por tani ai shikonte diçka tjetër tek ajo, forcën, dinjitetin dhe sakrificën. Ai e pa duke marrë disa porosi, duke buzëqeshur edhe pse lodhja i lexoi në fytyrë. Si mund ta kem fyer dik kaq të ndershëm? Mendoi me vete, ditët kaluan dhe çdo herë që shkonte në lokal, Adrian e shite me më shumë vëmendje. Një mbrëmje, kur lokali po mbyllej, ai e pa Elirën duke marrë një qese me mbetje ushqimore dhe duke dalë me nxitim jashtë. Kurioz, e ndoqi nga larg. Pas disa rrugicash të ngushta, ajo ndaloi përpara një shtëpie të vjetër e të rënuar. Dritaret ishin të thyera dhe çatia dukej se mezi qëndronte. Elira hyri brenda dhe dritat e zbehta ndriçuan një grua të moshuar në shtrat. Ishte nëna e saj, e sëmurë, që mezi lëvizte. Elira i solli ushqimin dhe ju ul pranë, i fshiu ballin dhe i dha ilaçet me kujdes. Mos u shqetëso, mami, gjithçka do bëhet mirë, i tha me zë të butë. Adrian, që po e shikonte nga jashtë, ndjeu një therrje në zemër. Nuk ishte parë kurrë në një situatë të tillë. Ai e kuptoi se vajza që kishte fyer ishte shumë më e fortë dhe më e vlefshme se shumë njerëz që njihte. Atë natë, Adrian nuk mundi të flejë. Fjalët që i kishte thënë Elirës i jehonin në mendje. I vinte turp nga vetja.
Ai që kishte gjithçka, kishte humbur njerëzoren, ndërsa ajo që s'kishte asgjë, mbante një zemër të madhe plot dashuri. Të nesërmen në mëngjes, u kthye në lokal dhe priti që ajo të kishte pak pushim. U ngrit dhe shkoi drejt saj me një shprehje të butë në fytyrë, "Elira, dua të flas një minutë." Ajo u habit, "Po, zoti Adrian." Ai uli kokën, diçka që se kishte bërë kurrë më parë, "Të kam ofenduar. Dhe për këtë të kërkoj ndjesë. Nuk kam asnjë justifikim. Të pash mbrëm. Pash si kujdesesh për nënën tënde. Dhe kuptova sa shumë gabova për ty, ti je shumë më e fortë dhe më e vlefshme se ç'mund ta imagjinoja unë." Elira mbeti pa fjalë. Zemra i rahu fort. Nuk priste kurrë një ndjesë nga ai njeri. E vështroi për disa sekonda dhe tha me zë të qetë, "Nuk kam nevojë për mëshirë, por faljen e pranoj. Sepse çdo njeri meriton një mundësi për të ndryshuar." Adrian buzëqeshi për herë të parë me sinqeritet. Dhe ajo ishte dita kur filloi ndryshimi i tij i vërtet. Pas asaj dite, Adrian nuk ishte më i njëjti njeri. Çdo mëngjes, kur shkonte në lokal, nuk e shihte më Elirën si një kameriere, por si një shembull të forcës dhe dinjitetit. Ai e respektonte dhe ndjente brenda vetes një dëshirë të fortë për të ndrequr gabimin që kishte bërë. Megjithatë, ai e dinte se një "më fal" nuk mjaftonte. Elira meritonte më shumë se kaq. Kështu, ai vendosi të bënte diçka që ajo as nuk do ta kuptonte fillimisht. Një mbrëmje, fshehur azi, Adrian mori informacion për shtëpinë e saj. Pa e lajmëruar, pagoi qiran e prapambetur për 3 muaj dhe u kujdes që një mjek privat të shkonte të vizitonte nënën e Elirës. Nuk donte të lavdërohej, as të përfitonte mirënjohjen, donte vetëm të shyente fajin. Kur mjeku trokiti në derë, Elira mbeti e habitur. Nuk e njihte dhe as nuk kishte kërkuar ndihmë. Ai i tha se një miku i mirë kishte paguar gjithçka për trajtimin e nënës së saj. Elira e kaloi gjithë mbrëmjen duke menduar se kush mund të ishte. Nuk kishte asnjë të afërm që të kujdesej kaq shumë. Zemra i tha se ndoshta kishte dorë Adrian, por mendja e saj e ndaloi, "Jo, s'ka si të jetë ai. Ai është i pasur, i ftohtë. S'ka pse ta bëj." Por ndërsa ditët kalonin, ndihmat vazhdonin të vinin, ushqimet, ilaçe, e madje edhe disa rroba të reja për vëllain e vogël. Ishte një ndjenjë e çuditshme, dikush po kujdesej për ta, pa kërkuar asgjë në këmbim. Një ditë, kur po kthehej në shtëpi pas pune, Elira e gjeti Adrianin duke qëndruar pranë portës. Ai kishte ardhur për ta parë, por këtë herë jo si biznesmen, por si njeri. "E di që ndoshta s'ke dashur ta dish, por dua të jemi sinqert me ty," tha ai me zë të qetë, "isha unë ai që pagoi qiran dhe mjekun. Nuk e bëra për të më falendëruar, por sepse e ndjej se të kam lënduar. Dhe dua të bëj diçka të mirë për dikë që e meriton." Elira e dëgjoi në heshtje. Lotët i mbushën sytë. Nuk ishte ndjer kurrë aq e vlerësuar. "Nuk mendoja se dikush si ju do të kujdesej për mua," tha ajo. Adrian u afrua ngadalë dhe ju përgjigj, "Sepse s'kam qenë njeri më parë. Ti më tregove çfarë do të thotë të jesh i fortë, edhe kur nuk ke asgjë." Në atë çast, mes tyre nisi një lidhje e padukshme, një ndjenjë që nuk kishte lidhje me pasurinë, por me shpirtin, që nga ajo ditë marrëdhënia mes Adrianit dhe Elirës nisi të ndryshonte. Ata nuk ishin më vetëm milioneri dhe kamarierja, por dy njerëz që po mësonin nga njëri tjetri. Adrian shkonte shpesh në lokal, por tani jo për luks apo shërbim, shkonte për të parë Elirën, për të folur me të, për të dëgjuar historitë e saj të vogla që i mbushnin shpirtin. Ai zbuloi se Elira kishte ëndra të mëdha. Donte të hapte një ditë një pastiqeri të vogël, ku njerëzit të ndiheshin si në shtëpi. Donte të siguronte një jetë më të mirë për nënën dhe vëllain, dhe për të arritur këtë, punonte pa pushim. Adrian e dëgjonte me vëmendje dhe për herë të parë në jetën e tij. Dikush e frymëzonte jo për pasuri, por për vlera. Me kalimin e ditëve, ai ndjente diçka të re në zemër, një ngrohtësi që se kishte përjetuar më parë. Ishte si një dritë që i ndriçonte shpirtin e errët.
E kuptoi se ajo vajzë e thjesht, me duar të lodhura, po e mësonte çfarë do të thotë dashuri e pastër, e sinqert. Një mbrëmje, ndërsa po e shoqëronte deri në shtëpi, Adrian i tha me zë të dridhur: "Elira, nuk dua të jem më njeriu që isha. Dua të bëhem dikush që meriton respektin tënd. Ndoshta edhe dashurinë tënde." Elira e pa në sy, e prekur, por edhe e frikësuar. "Unë s'di ç'të them. Zemra ime është mirënjohëse, por e plagosur nga jeta. Dashuria s'mund të lindë nga keqardhja, Adrian." Ai mori frymë thellë dhe ju përgjigj me sinqeritet: "Nuk të dua nga mëshira. Të dua sepse më ke mësuar të ndjej, të shoh, të kuptoj. Të dua sepse me ty jam njeri, jo milioner." Elira heshti. Në sytë e saj shkëlqeu një lot i butë, jo nga trishtimi, por nga një ndjenjë që po lindte ngadalë, e pastër dhe e vërtetë. Ajo mbrëmje do të ishte fillimi i një rrugëtimi të ri, një dashurie që duhej të kalonte sprova, paragjykime dhe sfida, për të provuar se ndryshimi është i mundur dhe zemra mund të mësojë të dojë sërish.